Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen këthira. Allahun e madhuar e falendrojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun xhallahu ala që këtë ditë të mbetur të muajit Ramazan, Allahu të na lehtëson dhe të gjitha aktivitetet, angazhimet, përpjekjet këtë muaj Allahu t'i pranon në vepra të mira dhe t'i shënfishon. Dhe lutim Allahun xhallahu që të na jap mundësi që prap të kemi jetë e shëndet të mirësi e të presim këtë muaj të bekuar edhe vitin e ardhshëm e ne duke qenë në situatë edhe më të mirë në çdo aspekt se që kemi qenë këtë vit. Të nderuar, gjatë takimeve tona i munduar që me shpjegimet, me shtjellimet që i kemi përfituar nga dietarët tonë e ata nga udhëzimet e shpalljes që të japim një përgjigje në pyetjen e madhe jetësore, ka e do Allahu Azza wa Jall. Ka në dënë Allahu te bareke ve teala është pyetje e madhe. Nuk është lehtë me jap këto përgjigje. Mirë po, mbi gjitha është e mundshme, nëse Allahu e ka dhënë këtë mundësi. Edhe kemi thënë se nga lajmet më të mira, më të gëzueshme për ne është fakti se dashuria e Allahut ndaj robëve të tij nuk është e mshefur. Nuk është sekrete, është e hapur, e ditur, është e mundshme. Andaj kjo është gëzim i madh, nga se po të ishte e mshefur, do t'ja vlente me e kërku dhe me e pagu me çdo çmim. Për faktin se nuk ka diçka për neve më të rëndësishme, më të madhe, se me arrit përgjigjen e kësaj pyetje ka do Allahu Azza wa Jall. Dashuria e Allahu xhallahu ala për neve është çështja më madhore në jetë. Nga se çdo sukses, çdo mirësi, çdo arritje realisht vjen pastaj pas kësaj. Ai që ka arrit me e dashur Allahu Azza wa Jall, gjithë atyrat pastaj kanë kuptim. Gjithçka pastaj vjen më lehtë. Mirë po ai që nuk ka arrit këtë, nuk është nga ata që Allahu i don, krejt çka ka arrit realisht nuk është arritje. Nuk është diçka që ja vlen me përmend. Për faktin se gjithçka është pastaj kalimtare, gjithçka është e përkohshme, gjithçka është e kufizuar. Ajo që mbet është dashnia ndaj Allahut te bareke ve teala. Andaj të ndërlozat edhe adhurimet këtë dunja që kemi ndaj Allahut Azza wa Jall janë kalimtare. Agjerimi o gjithmonë, nuk ka gjithmonë sa ti e gjallë. Në varë s'ka agjerim. Namazi është ashtu ti përkashur me dunja. Këtë dunja dhe përfundon. Madje edhe nga adhurimet e zemrës, për shembull, mbështetjen e Allahut te vekuli, nga adhurimet më të mëdha, posa des, përfundon, s'ki që ka përshetesh mo, s'ka mu, përfundon, e kështu me radhë. Nga adhurimet që mbeten gjithmonë, edhe në xhenet është dashuria ndaj Allahut Azza wa Jall. Në xhenet a kena mja pas frikën Allahut te bareke ve teala? Jo, se ke kalu. Allahu xhallahu ala domthon robët e tij u jap dëshminë e madhe se jam i kënaqur ndaj juve dhe nuk hidhrohem. Edhe robët që sa ju ka tut, mos të prek hidhrimi i Allahut Azza wa Jall. Momentin kur robi sigurohet se hidhrimi i Allahut nuk e prek, nuk ka më çka më friksu. Pastaj gjithçka është domthon e ndëlidhur me dashuri. Dua të them që dashuria është ajo që vazhdon, është ajo që hap rrugë për këtë tjerat. Për ne është shumë e rëndësishme. Na me e dashur Allahun që duhet dhe me arrit me këtë dashni që Allahu më na dashur neve. E për të arrit këtë kemi thënë se do të më ndjek, do të më ndjek një rrugë me dy binarë. Njëri që në kupton faktorët, veprat, shkaqet që na ndihmojnë këtë aspekt dhe dyta të largohemi nga pengesat, të cilat realisht pengojnë arritjen e kësaj shkalle, këtij niveli që Allahu më na dashur edhe na më dashur Allahun te bareke ve teala. Kjo ka qenë deri më tani sa kemi shpjeguar, në ana kohë se kemi pasur mundësive. Dhe në përmbyllje të kësaj teme të ndrozur për këtë rast të muajit të Ramazanit është gjithashtu një pyetje e madhe. Pyetja deri tash ka qenë ka e do Allahu edhe e mësum ka e do Allahu Azza wa Jall. Mirë, e çka nëse Allahu na don? Na dim që mirë na dash Allahu është padyshim, edhe kena pranë që është arritje e madhe e suksesshme, po çka praktikisht ndodh kur Allahu don ty? Çka fiton ti? Mjafton që Allahu don. Po
ka dhe shpjegimet e detajzuara që e bëjnë këtë dashni halamet afërt, halamet rëndësishme dhe disa përgjigje që na inkurajojnë halama shumë me kërku këtë dashni të Allahut azza wa jalla. Të ndërlozë, kur Allahu xhalla wala e don robin, kur Allahu e don robin, edhe kur robi e don Allahun që duhet, kjo dashni robit ja bën të dashur tash këtë që ka Allahu don. Këtë që ka Allahu don të ki me dasht. Së është e mundshme me dasht Allahu ty e ti me dasht diçka që Allahu nuk don, nuk bën. Andaj sa ma tepër arrin nga dashnia Allahu xhallahu ala, ma tepër të shtohet dashuria për këtë që ka Allahu don dhe urrejtja ndaj krejt asaj që Allahu urren. Kjo është padyshim çështje madhore, nga se Allahu don veç ato që ka duhet më dasht. A ka mundësi njëri në këtë dunja për shembull me dash dikën gabim? E ka dasht për në udhëhec, e ka dasht në për shembull çapo di në model shembull që ka pas, sa më ka pas fund e ka pas gabim, s'ka dash me dash këtë fanjera. Ka gabu. E nëse e don atë që Allahu e don zgabon. Se Allahu e don veç ato që duhet me dasht. Pra ti realisht nuk ja huq njët mo. Kënë me dasht, kënë mas me dasht, qka me dasht, qka mas me dasht, realisht ti arrin në një nivel të një qartësie, një largëpamësie, një suqelësie që ta mundësën me ditë saksisht qka duhet me dasht, kënë duhet me dasht, edhe qka nuk ban me dasht, nuk është për me dasht. Kjo është shumë rëndësia, që me i dasht adhurimet, me i dasht punët e mire që Allahu i dënë. Kur them me i dasht në lëzër, përsës ato që kemi në fillim. Për shembull, a ka njëri që nuk falet, po e dën namazin? Ka. E du namazin, du mu falë, po kjo dashni nuk është kjo që përflasën për ta. Kjo dashni si përfatsore. E natyrshme me dash diçka tillë, po e pa fuqishme me lëviz. E ne përflasim për një dashni që da, kur të mëson që ka me dasht, ka dhe potencial me të lëviz drejt asaj që ti e dënë ato. E kur Allahu dënë, të mëson që ka me dasht, ta mundëson me dasht, dhe ta mundëson që këtë dashurin, dhe Allahu xhallahu ala tjetë një forcë shtytëse në zbatimin asaj që e dënë ti, për shkak se Allahu e dënë. Dhe kjo është lehtësim i madh. Kjo është lehtësim i madh. Andaj kur ti për shembull e dën një punë të mirë që Allahu e dën, edhe duhet ato me zbatu, ose e urren një punë të keqe që Allahu e urren, duhet përsa më largu. Jo gjithmonë e ki forcën e mjaftueshme edhe me drejt zbatimit. Jo gjithmonë e ki vullnetin e mjaftueshëm me shku edhe me e zbatu atë. Andaj shfaqet një lloj hezitimi, një lloj rezerve. Kismet, po inshallah njëtë kam, është një lloj zhagitje. E dashnia të vëllezër ja pren kom zhagitje sa. Dashnia ja pren kom hezimit tam. S'ka hezitim. Po sa dëgjon një urdhën të Allahut, madje hiç pa kon urdhën, një vepër e mirë mund të jetë vullnetare, ama e din se Allahu e don, ti e don. Dhe kjo dashni me automatizëm çdo hamendsi për me bëu atë punë e ndërpren e bën më një herë atë. Për këtë arsye, sahabët e pejgamberit alayhis salatu wasalam, kur lexojmë për ta, e shohim që ka një ajet me e kanë zbatu. Ka një kërkesë me herë. Këta a kanë ditë që ka më shumë se na, mos kanë pas të një argument shtesë në smedim. Jo, qëto i kanë pas, qëtë Koran e kanë pas, këto hadith i kanë pas, mirë po shpejtësia e nështrimin e tyre ka qenë për shkak se dashnia ka qenë e madhe. Dashnia që e ka, domthonë, e ka vënë në funksion edhe forcën e besimit edhe të vullnetit për me i bindë asaj që Allahu xhallahu ala i ka mësuar se është e mirë. Është e mirë. Prandaj gjithçka ka qenë nën Allahun azza xal. Allahu dhe shpëlimi i Allahut ka qenë më i dashur për ta. Çka do kuft? Edhe ata kanë dashur pasunin. Nuk ka mundësi njëri mos me dash pasunin. Por Allahun e ka dashur më shumë se pasunin. Edhe ata e kanë dashur rahatin. Edhe ata e kanë dashur qefin.
Ata e kanë dashur pushimin, normal, njerëzve ata. Mirë po, e kanë dashur Allahun dhe shpërblimin e Allahut më shumë se rahatinë dhe konformitetin edhe qetësinë edhe. Për ata i ka më do punë. Sot për shembull njerëz e dinë që punë e mirë, e dojnë punë mirë. Mirë po, nuk kanë forcë të mjaftueshme me ezë i saj dhe nuk ka dashni që e dominon pushimin. E dominon pushimin. Prandaj ata e kanë pas dashni për Allahun mbi gjithçka në jetë. Gjithçka në jetë. Dhe sara është kërku nga ata me sakrifiku diqka, me bo diqka, pritë Allah të bare këtara, ka qenë e letë. Jo për shkak se ajo është e letë, jo, po dashnia ka bot letë. Andaj, kur Allahu e dënë një rabë, Allahu ja mundësan që me i dashtë punë që Allahu i dënë. Dhe i aletësën Allahu gjellewala veprimin atyre punë që Allahu i dënë. Shika për shamu të me vetën tonë. Pa dëshim se këdo që Allah e ka pru në gjami, në përgjësine, nuk dim detalje, po në përgjësi, kush do që agjëran është musliman, Allahu e dënë. Po normal, dashnia Allah në rabëve varet nga veprat e tyne, nga dashnia e tyne për Allah në gjellë gjallu, jo kejtje njëjtë. Mirë po, ti përshamë për para, po thëmë kushtimisht kur se ke falë namazin, sa ka qenë i fështirë për ty namazi sabat, me thonë, për shamu, do të më falë, vallaj, po është më qunë sabah, herë dhe s'pa muj, ke pas stira, për. Tash, për shamu, e ki shumë malet, qka ka ndru, qaj njeri jeti, qaj gjumë është, për qa ka ndru? Dashnia është tu, në po, dashnia është tu. Ka pas punë caktume që kanë qenë ndalume, i ke bon të kalumen, e ndalume, ku e ke bon të kalumen. Tash, me të vrasë, bëm, se qka ka ndru, aje qaj që i konë të 2 vjetë, po qajem, e tash ka ndru. Pse ka ndru? Dashnia u rritë. Si rritë dashnia, shtohet u rritja. Dhe asaj që Allah nuk e dënë. Kjo është rregull, njët, që shtu funksionan. Do me thonë, me këtë përvoj që e kiti, shkatutje, i bjen që qyshe e dënë këtë punë mirë, me dashtë dhe këta që shtu që e banë me këtë dytë njësi kurse e banë me të parë, në është që shtu. Dhe dashnia dhe Allah të azogjel të ndërëzër i largon pengesat. Dashnia ndë Allah Gjellewala largon hezitimin. Dashnia ndë Allah Gjellewala e shton vullnetin, e shton bindjen, e shton zëllshmërin për punë mira. Gjithashtu të ndëvëzën edhe e dyta. Kur Allahu e dënë një njeri, qysh ja lecën adhurimet, ja lecën edhe largimin nga punë të këqija. Një njeri për shamu thot, e dibe që kjo punë zbanë, po, s'po moj vëlla me lonë, nuk po moj. Pse s'po mund me lonë të punë? A i besojmë? E i besojmë që s'po mundët, sahi. Po, me dash në mujtë, a kish mujtë? Po, kish mujtë. Pse s'po mundët? Për fakt se dashnia është e mundet. Vallaj me e dasht Allahu në zogjel. Dashni, që s'po flasëm na, nuk ka haram që nuk e lërë. Pa mundë shmasht, nuk mundët. Mi pa mungën dashnia, dhe tash epshi që e dënë qatë punë të keqe, e dominan zemrën, e cila nuk ka dashnit mjaftushme mja mujtë epshit. Regull, që shtot epshi dhe zemrën e në beteja, kush pja mund kujnë apëta. Duhet me dominu zemrë që ti kush besimi, që ti ku dashnia. Nëse zemra është e mbushur dashni dhe zemra dominon, epshi palohet, nështrohet. Ndajte në vëzër, për shamu kapi juve të pak e shkuptime, për shamu cili nështë ta kapi duhan, edhe e kalon, e së shti ngujë më kura, edhe e ka pas varsi, kapi gat, apo pse e kalon? Se zbanë Allah ka ndaluar. Në më thonë, dashnia, për Allah në gjellone e ka bu, mu nërgu për asaj që e ka pas dashën të njëtën. Që ashtu dhe tjetëre që shtu me pa pas, dashnin sa duhet e lenë. Allah, veç dashnia mi aftan për melonë. Diçka që është të keqe. E vona shambull, mos të banalizet është ma alkohali me punë tjera, po diçka që është pak ma, është ma përhapur në mes e njerëz, në mes e besimtarve. Dikush e ka problem me lonë, për shambull alkoholin, bigjozin, së në lenë, ka njerë që është, edhe falet e shkanë lunë bigjozin.
pa kuptim. E pa kuptim. Luna atje, domethënë me ato letra përfitoj, kush përfiton me ekipe, me kështu me radhë. Këtë në haram, këtë ndalume në këto për. Edhe nga haramat e mëdhaja, këtu së në hajgare. Fitimi është këtë haram, kur harin së është atyja para vetë, absolutisht. Kush rahat së vëma të pare? Absolutisht, kur? Fiton një herë, 50 herë hupë. Që ka që? E pse s'po mund shme e lonë? S'po moj e komunistë, s'po moj. Qëka i themi? Provo me dashni me lonë. Provo për mes dashnin dhe Allah me lonë e këshaftë. Në lënë? Se Allah e lecënë. Allah e lecënë kër ti e dënë Allah në fuqishëm dhe shumë dhe e ki Allah në prioritet, e lënë atë. Regull jetë është kjo. Edhe kër Allah e dënë një rabë, ja lecënë, mas pari ja mësën, ja mundësën me darë që ka Allah u dënë, ja mundësën me urejt që ka Allah u rënë, ja lecënë me kry ato që ka Allah u e dënë, ja lecënë me lërun nga e që Allah nuk e dënë. A ka ma shumë dhe qka që ty t'hy në dënja? Qika që? E me dashni të arjerën. Duja Allah në që do të kime pa. Shtë e dashni për Allah në gjellë lërë kime pa. Adhurimet bënd të leta, bënd të këndshme. Kër Allahu e dënë një rap të ndërëzër, kër Allahu e dënë një rap, erun. Erun Allahu gjellë gjellë. Për shamë të ndërëzër, a kontestohet dashnia e prindit për fëmijën e vetë? Ja, s'kontestohet. S'kontestohet. Asë një ajet në Kur'an nuk ka. S'ka ajet në Kur'an që Allah o thotë me i dash fëmijët. Pse s'ka ajet në Kur'an? S'ka nevoj. S'ka nevoj me thonë prindit duje fëmijën. Natyrshëm e hedan. Ka udhëzime mëse duj shumë që me dahuru Allahun që kjo është rreziku. A me dash nuk ka ajet, përshka këse natyrshëm e dënë. E kur prindit e do fëmijën të nëzër, qysh e runë, jam dorën, e jam dorën, si alëshon dorën kërkun, edhe përsa fëmija e ngret dorën, me lujtë me vrapu, prindi, sa ma shumë fëmija e ngret dorën, prindi ma shumë e shtëngon, a që është e runë ma shumë. Qashtot e ty kur Allah u dënë, kërët i dënë me ikë, a i nuk dhe që dorën, a i dënë që ti mësë më ronë haram, trunë, mbronë, habitesh atë. Që ka rujtë Allahu pejgamberin e sëmë, edhe kur së konë pejgamber. E ka rujtë nga punë të këshia, e ka rujtë se e ka pregadit me konë pejgamber, e ka dashtë, halapa konë pejgamber. E ka rujtë Allahu gjellëvara që mos më ranë punë të këshia, që nesë me thonë ata, ati që shtu e konë si na. E ka rujtë Allahu, e s'ka ditë më rujtë. E ka bu Allahu dashën vetmin, që mos mu përzime, me të këqit poshtë në Mekë. Kur si karon sejsh dhe asë një idhulli, kur haram s'ka bo, kur dora ati gru t'huj s'ka prejkë, kur, e përse s'u kom pejgamber, atër s'ka pas regullë, s'ka pas fe, 40 ka qenë pa udhëzime, e ka rujtë Allahu Gjelleva, se e ka dashtë. Në kër Allahu dënë të runë, të mbronë, edhe atër kur ti nuk di më rujtë, nuk di më mbrojtë, s'kën meni aty, a i të runë apër. Edhe sigurej dashnin, e ke siguru mbrojtën. Sigurej dashnin e ke siguru mbrojtën. Sigur që Allah thot, Allahu waliju ledhine amen. Allah është mik edhe mbrojtësi atyre që kanë besuar. A i mbronë, a i runë, a i mundësën që ata tjenë të ruajtur nga punët e këqia dhe nga ndaluarët. Gjithashtu të ndërnozë kër Allahu dënë të spravanë. Mos mëna që dashnia dërgën sprovat. Jo, dashnia i bjen sprovat ato. Allahu gjithë i sprovan. Edhe ata që nuk i dënë i sprovan. A ka dikun dunia që nuk sprovot? S'ka apëtër. Për shambull, andodhë që veç besimtarve ju des baba, edhe nona. Veç kush falet, sprovohet me dek prindi. A që s'falet, nuk i desin korra. Baba kia? Ja, dhe. Ta mu i desin. Fëmiju, kujt i des? Veç besimtarve? Jo, dhe ju besimtarve i des fëmiju njëjtë. Po Allah kër e dënë një rangë, dalën sprova, besoj që ta kuptojnë këtë drejtë. Të ndërnozë, dalën kër Allahu Gjelle Wala e sprovan dikën për shkak se legji ti dënja është më sprovu, edhe ki mu prejnë nga këtë legjë. Edhe kër Allahu Gjelle Wala e sprovan dikën, pse e dënë me ngritë. Për shambull, Allahu dënë ty që ti me kom me një shkallë caktu me të dëvëshmërisë.
Do në qëtë me të pati. Përse do me t'jep shërblim, përse do me të pagu shumë, po ti me punë dhe tua së më pëngjitesh Allahën. Po shkon si zhak dhe qysh, si latë po shkon. Atërë ka thonë pejgamberi son, e sprovon Allahu xhallahu ala, e jep sabër që ato që ka s'ka mujt me arrit, në kuptim tash po e thonë në kuptim hadithit, që ato që s'ka mujt me arrit me falënderim, e arrin me sabër. Me sabër. Edhe më bëni pyetje të vëllezër. A është më lehtë me dhonë provimin e falënderimit, a me dhonë provimin e durimit? Çka e përmendni atë? Ha? Durimit është më lehtë. Më lehtë është. Se durimi është të ka ndodhë, bë sabër, që shabim o? Bën sabër veç. Apo, durimi është idhë, apo është të vërtet, është i hidhër, është i vështirë. Po me gjithatë, më në gjuhët ma letë se sa falëndërimi. Me falëndëru të nëzë për ime, në mësë shtirë. Një begati Allah më të thonë, të në fillim, elhamdulillah, të një harran, habitësh, mas begatis, mas sytëzimit begatis, jetë mungun në falëndërim. E mangësia në falëndërim si të përgjithsi. E Allah nuk dënë me të ngarku me përgjithsi se po të dënë. Ta qënë një sprovë që me të bajtë nga falëndërimi në durim, me të ndru pak, llojin që ti me kohë gjithë fitimtarë. A kupton që shëtë jetën? E në themi, e pëse bre veç ma që, të ka që me të animu, Allah. Se me këtë që të kapë, s'po ecë, ama këtu, mene këtu edhe ecë. Për me ecë se kohë, për me të nalë, se me dash me të nalë, të nalë ndryshe, në ndryshe. Zakonisht njerëzën, kur këthejnë në rrugë të Allahut, a këthejnë kadera e falënderimit të e durimit? Ka cila dirë këthejnë asë shumëte? E durimit. I ka ndodhë një sprovë, i ka dhe të lashe, ma Allah e kom po dekin me sy, bala piqim dhe gjbaba, mos e kom lonë gjami ndonë, durimit ka për të Allahu. A të ka për durimit? Po. Më rrallë ndodhë që njërë për shambull, u koni shfrenum, s'ka falë namaz, e kur i ka fitu 10 milion euro, po du të shmërish më falë. Rrallë që ta hëmë, i tani i qëtë peshtë dhe ma fartë. E po. Në falërimi është i mirë shumë, është i badrima, po është i vështirë është falërimi. Nuk është i letë, aftër. Që të Allah të animën me sabër, vëllaj veç me të animu e ka, aftër. Hajtë është me sabër. Përsa ka unë Omer ibn Abdulaziz, njëri me që më koni, dhe vëllë shumë. U thesi muslimanëve, për një vetë e gjysë, krejt e kanë ru regullin e udheqës, pozitivisht. Në kohën Omer ibn Abdulaziz, një vetë e gjysë, veç ka udheqës, një vetë e gjysë. A dinë sa e ka zhvillu shtetin ekonomikisht? U dalë pasuniku me dhonë zekat, s'ka pas kujtë me dhonë. Ja, ka se marrë, s'ka më lazëma. Parëna, s'ka pas fukara që i marrin vitra. S'ka pas, zekat s'ka pas, kështë me marrë. Qash e ka ngritë në nivelin e ekonomisë, Omer ibn Abdulaziz. A ma koni dhe vatë shumë, ma koni ka pas frikzotin që le qëllë. Që ka thëtë? Thëtë nëse Allahu ta ka marrë një begati, nga në mirë, sa fjallë meq me kjo. Kjo është shkollë për jetë. Vallaj shkollë është kjo, shkollë. Shkollë kujnë që se mësën. Kjo është shkollë e jetës. Ka thonë, Allahu Gjelle Gjelalu, ndodhë ta merë një begati, një mirësi, ta merë, thëtë në vend saj ta jep sabrin. Thëtë di se ato që ta ka dhonë është shumë me mirë sa e që ta ka marrë. Se me qëtë begati që ta kapë, kur s'kështë emri me bo, se vape, më ngrit, në dëvëshmëri, me bo për të mira, që ka bëndë është me durim, e si nësë me bo për të mira. Dhe kërë Allah është që një begani ka më të si me qupë pesh, me qërë ditë ta merë, e te ebë sabër me të në gjami, a të ka dasht a jam të? Të ka dasht. Dhe kërë Allah më të dënë, të në të spravan, sa i, po nuk spravan për me të shkatru, nuk spravan për me të dënu, po të spravan për me ngrit, spravan Allah për me vedisu, me të qilë sytë, me ta mëzuj pa gjërat ndryshe, pse po të dënë, përshëta, mos me dash të lenë, ani merë begati, merë, ato s'kthilën, ato e që të të luë, të qarruë, e kur të nalë nërë, ka dalë nëse, s'po shkej ke vojë qështë, dhe mund të ka dash të kanale,
Në kur Allah xhallahu sprovon. Pastaj ka thënë pejgamberi eshaddu an-nasi bala'an al-anbiya. Njerëzit që më shumë të janë sprovën kush? Pejgambert Allah të sprovon më shumë. Pejgamberit alayhi salatu wasallam çdo smundje që ka rrugë i ka dhim 2 fish më shumë se neve. A dini? Pejgamberi Allah i ka thonë Aishës, i ka dhim kryt shumë pejgamberit. E ka thonë na pejgamberët 2 fish më shumë në dhem se juve. I do është në Allah me letu. Po për me letu e kapën, rruga është e gatë. Andaj këtu nuk bani me kërku sprovën nga saj, na do me kërku shëndetin e me kërku mirëqenien, mos ke kuptuar, po kërë vinë pa vetë. E nuk ban me lexu sprovën si gjithmonë, si për shembull dënim, ose për shkak gjunave, nuk ka gjithë që shtotën. Kërë është për shkak të mungesës së sevapeve, do me thënë mu që ato që ka s'ke mujt marit me falënderim, do me thënë marit me durim. Nga si jeta është ja falënderim, ja durim, ma ka të jetën, ja ka begati që du është me falëndru, ja ka sprova që është me duru, që dy janë jetë ato. Edhe e treta është, kur gaban me kërku falje. 3 sanë janë njëtën tonë. Falënderimi, durimi edhe kërkim falja. S'ka ma shumë dunja, kej që të i kapën. E kush din me falëndru, kur duhet, edhe din me duru, kur duhet, edhe kërkon falje për shimet e ti, ka fitu. E Allahu jep sukses robën që të puna. Kënë Allahu e dënë, e mësën me falëndru. E kur robi është i mangë falëndrim, ja zëvënësan, jep mundësin e të tërë me duru. Ani mas push me qëta, mene për qëta. Mene për qëta. Andaj, e spërvan, po përshkak se e dënë me ngrit e me pastru, sikur se pastrohet, dhe me thonë, dora, kur fërkohet, edhe lahet me detergjent. Ke pa dora kur mund me kone në dytë, me diqka, të së në langë kështë të elmu, se si e këtë korë, do të me farkua, do të dikush hoja qko që e kikës të në do të asë për heket, e po qëftu së prova ka? Ka e së hiqet Allah, kini një vest keq, do të farë me ta farkune i së prova, se së hiqet Allah, me të lmu vesh me të mirat, e se hiqet kërra të opë. E ta që në Allah i së prova që të i farku ka pak gjikëstat, e ka pak vetën, e ka pak zemrën, heken të këshia të, alhamdulillah. Allah të pasrana, andë i danë, Wallahi mos me dash nuk ta çon detergjenti me ta pasur zemrën, nuk ta çon me ta pasur, mos me dash nuk ti dan që tha Allah të grita. Ne është mirësia Allah që ndavora. Me ditë me lezu sprovën, me ditë me lezu rast, me ditë me lezu kët, me ditë kur ka falim, kur ka durim, me ditë. Allahu dën për çfarë. Edhe në fund të rrugës se ka shumë, po të përfundojmë. Kur Allahu dën, dojnë ata që e dojnë Allahun azza wa jalla. Kur Allah e dënë një rab, e dojnë banorët e qiellit, e dojnë me lajket, edhe e dojnë tokë, po jo krejt. Nuk ka njëri që e dojnë krejt. Edhe nuk ka mirë me dash krejt. Jo do njerë nuk ka mirë me dash. Pejgamberin e kanë dashtë të tonë? Jo, se kanë dashtë. Nuk ka njëri që arë në tokë, që ka shkirë në tokë, i gjallë, e që tonë e kanë dashtë. S'ka mundësi, s'ka mundësi. Prandaj, kur Omerin e kanë vra, kanë bua atentat në gjami, Omerin, Abdullah Deni, në mas sabat, të e fërë saban, në njoni me një mjetë të mret, i ka kalu safat, edhe e ka therë. Therje vdekje prurse, fatale. A dini pyetja e parë e Omerit s'la ka qenë? Por i therë, i bom lëmë, i ka dojnë gjaku për të nënë, pyetja e parë ka qenë, kush më boni? Kush e ka bo këtë punë? I ka thonë, një persian ta ka bo. Sa është muslimanaj, u konë shërptor me dine, edhe u arë qëllimesh me bo atetat në mire, dhe. E ka thonë mire, elhamdulillah që është musliman. Persian nërmale me ta bo këtë punë. Nërmale është, i huji armiko nërmale me të vra. Me të vra vlau që kjo është, që është vlau ma boni këtë punë. Ajë mësë me ta bo, se me ta bo armiko, po nërë për këtë punë, a është nërë. Përndaj të vëzër, mësë me dasht armiko është nërë, është nërë. Përndaj me të thirë tash, këta kojshi që i kemë, apo më zvetë, me toni certifikat që i buri mirë, a do këtë mirë,
Valla këna bojnë një të farburi mirë ti, edhe këna po që ki shumë, edhin, po na pëlqen të qysh edhin, edhe hajtë të na atje, edhe atë bën njerë këna punë. Se që vëllë, më shku mirë, ja, dhe me ditë edhe kush thirë dhe kush në ranë, dhe me ditë. Ndaj, ato që Allahu e dënë, e në ranë, edhe e dojnë ata që Allahun e dojnë, që ta amin me dashtë, që ta që e dojnë Allahun, besojnë Allahun, që ta amin me dashtë, që ta amin me të ngu. Allahu Gjellahu, kër e dënë një rabë, i mundësë me pasë dhe gjushmërin tokë, e ngujnë të afërmit, respektojnë familja. Pse? Pse Allah e bën e në zemrat njerëz me pas prezenca. Ato që ka njerëz tentojnë me arrit me pare, e fama, e a kom pëlqime, kom ose domon pasuse, ndjekse, mënon gjithë ka me bo, kejtë të në falsë. Dikur s'bën as reklama, s'bën kurgjë, a vallahi e dojnë njerëz e pse kur se kam pa. Kur se kam pa. Për shembull, të ndërlozër, Imam Ebu Hanifën e këni pa në herë, djetarën e famshëm Ebu Hanifën, rahimahullah, që u dekë domon para 1300 vjetë u dekë, që 13 sheku u dekë. Ka dekë vitin 150 hijri. A këni pa në herë Ebu Hanifën? Së këni pa. A dëni? Si të një dëni? Pse? Ja ka rujtë Allahun nomen që 13 shekuj, muslimanët e ndjekin rrugën e ti, e mësojnë për ti, e dojnë muslimanë bojnë do për ta. Që ashtë djetarët e tjerë? Për shamu të ndërmëzë, sahabët e pejgamberit e keni pa? Ebu Bekrin, Omerin e keni pa? Jo se keni pa? A e dëni Omerin apë? E pse e dëni Omerin? Asë se keni farë, asë se keni fes, asë që ka ebë në pasurit me të shërgu kur gja, heq. Buakia edhe nga fjallët e ti, një 2 fjallë se të një milirë, qa i ka thonë apë? Se s'keni një fjallë ti shumë apë, për shamu. Me ishte dhe dëni, pse e dëni? Pse Allahu e ka dashtë Omerin, e ka bo që gjithë besimtar me e dashtë dhe në gjykimin ta. Që ashtu bosh i dashën të ka Allahu që levona, e kër Allahu dënë, dojnë njërës të mirë, bëjnë dua për ty, të respektojnë, dhe gjotë fjalla jote, e kështu më rafë. Aqë sa hub nga dashnia Allahut, aqë hub edhe nga dashnia e të sinqertëve, edhe të mirëve. Nga se që ta të bëjnë njërë me dashtë, vëllaj, pëtën. Me dashtë njerë që kanë interes nga hipokrizia, ose fatkeqësisht me dashtë armiku, kjo tani nuk është çështje mirë. Me të respektu armiku, respekti, për shkak se i fortë i burr, të çka kjo? Ai me mujt, me gjithë shansë, e krym punën ndryshe, ama respekt, pse i trim këtë diçka, ama dashnia është, nuk ka respekt, dashnia diçka më shumë. Përndaj të nëzën, ato që Allahu e dënë, e dojnë njërës të mirë. Në boftë Allah për ty në. E shumë fryte tjera të ndërëzë, e shumë dobi tjera që, pa dushim, do të zgjate edhe ma shumë, ne me këtë qështje, po u mënova që pak me përmbledh edhe me shangë pak ma relaksus, me kuptu pak ma afër ju këtë qështje, ma praktike, jo pak si iluzionara. Jo, thjesht me kuptu, që ky është që e dënë Allah, që të përpara e shesh shumë mirë. Që ki mundësi me konë edhe ti nga ta që Allah i dënë. Edhe është Allah i manuar të ndërëzër që me këtë Ramazan, me këtë aktivitet, me këtë agjerim, të kemi fituar nga dashnia Allahut aq sa bëjmë nga ta që Allah i dënë. E në bëftë Allah nga ta që i ka largun nga hidrimi ti e nga dënimi ti. E në bëftë Allah nga ta që duhen me zvete për hirtë Allahut. E që për hatë asaj dashnia, në bashkon Allah në esër në gjennet, me ata që i kena dasht, e si kena po, asë e taku me ta. Pejgamberin a.s. e këtë pejgamber e tjerë, e shokët e Muhammedit a.s. e djetarët e mirë, e burat e mëdhajt e këti veni që kanë dhonë mund dhe kanë sakrifiku, në emën Zotit e Barekutale, si kena po, po kena i për ta fjallët mira i dojmë. Edhe me ta me gjithë bashkë, po edhe na u bufshim nga ta që kur dalim nga dënjoja, me lonë gjurët mira, e fjallët mira që tjertë me na dasht, edhe me bo dua dhe rahmet për neve. Zotë ju shpëlef për najen, për durimi që kemi të regu, e u takofshim edhe në punëtari gjithmonë. Na do të vazhdojmë inshallah me aktivitete pas Ramazanit, në agjendën që është e njohur, por kjo si Ramazanit me sot merr fund. Allah e pranoft, Allah e lehtësoft, e ju dhash edhe shtet e mirësinë në familjet e juaja, qofshi gjithmonë faqebarë. Selam aleikum wa rahmatullah.